edhe marë që thashë në besoj se do të triumfojnë drejtësia, do të triumfojnë në onën tonë, dhe shpresoj se presidenti dhe të tjerë do dalë fitimtar dhe shumë shpejt do të apestojnë me sheshin e Prishtinës fitoren tonë të mëdha, të cilët do të lërojnë. Kështu kam bindje dhe kështu jam i bindur që une bashkë me juve do të jem ato në qesh ku do të apestojnë fitoren tonë që do të dalëm të imfusë nga kjo gjykatë, që më të një gjykatë e pa drejt, një gjykatë e njanshme, apo një gjykatë e cila është mirë me disa dëshmitarë të falsifikum të morën nga Serbia dokumentacionin që dim që kanë morë dokumentacionin nga Serbia vetëm për ta njëros Ushtrinë Qendrore të Kosovës dhe krerët e Ushtrinë Qendrore të Kosovës. Kur është planifikuar që të mbahet protesta? A keni vendosur ende? Kemi informacione që do ta mbani me 17 shkurt, apo jo? Sa për protest, po, është vërtet që protesta do të mbahet me 17 shkurt, po jo nga ona jonë, ato do të organizon Liria ka emër dhe ne nuk kemi pjesë atij organizimi të protestës me 17 shkurt. Ne kemi menduar që ta mojmë, po këtu kanë shpreh gatishmëri Liria ka emër dhe ne ja kemi liu atyne që ata ta mojnë protesta me 17 shkurt. Liria ka emër, kështu që ne nuk kemi pjesë atij organizimi. Arsyet ende nuk i dim, po kështu kemi hasë një nuk do të them që s'kemi asë në mirë kuptim, po kam pasë dëshira ata dhe ne kemi leju atyne që ta mbojnë protestën Liria ka emër. Dhe çdo kush që man protestë kundër gjykatës speciale për ne është i mirëseardhur dhe ne do ta mbështesim këtu që ne si organizatë të luftës nuk do të mbojmë protestë me 17 shkurt. Por e mbështesni sigurisht si iniciativë këtë protestë. Po, unë thash, çdo qytetar ka drejt të organizojë protestë, çdo njeri ka drejt të organizojë protestë paqësore gjithmonë kundër gjykatës speciale dhe ne kështu që ne kemi thonë edhe dje, kam thonë për një televizion, që ne kemi, jo që kemi hikë dorë me dëshirën tonë, po masi ata u shprehen që po kanë dëshirë ta mbojnë një protestë Liria ka emër dhe ne i lejum aty që ata të mbojnë protestën dhe ne nuk kemi këshillur për arsye se ajo Liria ka emër ne dim se nga vjen dhe ne nuk kemi dashur të bërzijem me politikën. Kjo është e vërtet, për këtë arsye kemi ikë dorë nga kjo protestë për arsye që duhet të jemi pjesë e organizimit. A mbështetje po, domosdoshmë se ne jemi qytetarë të vendit dhe të këfundit, unë kam drejt ta protestoj bashkë me gjithë ata qytetarë që do dalin, edhe ne do dalim të protestojmë.